ka vdek në Evropë, a ma mirë me varros në Evropë, apo me pru në vend lindje? Ka vdek në qytet, ma mirë është me varros në varrezat e qytetit, apo me dërgu të varrezat e fshatrit? Cila është me e mirë? Me e mirë, me e pëlqyshme o musliman, është me u varros aty ku ka vdek. Kjo është me e mira, aty ku ka vdek. Baza, për të Evropës edhe për qytetit. Baza është me e mirë, me u varros aty ku ka vdek, në qofë se ka mundësi. Për shembull në Evropë, ka varreza, edhe ka mundësi me varros, atëre ma mirë, ma e pëlqyer është me u varros aty ku ka vdek. Këto pedina, se zakonisht ta dina na. Mirë po pyetja është, a ban me pru, edhe pse ma e pëlqyeshme është me u varros aty ku ka vdek, edhe pse është e rënë musliman. Për shembull, për mua pe gjana më të vështira, edhe me kallzu, edhe me mësu, është kur e di që është më e pëlqyeshme me u varros ku kam vdek, e Allah na lut vdes me një vend të Evropës. Është e rënë, nuk është e lehtë për neve. Nuk kem asnjë besoj që atje nuk ka qef me vdek edhe me u varros atje. Hajdim këta. Ma këtu po folëm fe. Kur folëm fe, nuk e këshyrëm veç ka në popullin çka po na ka na neve. Jo, ti jetu e di që jetu i bo të lash komplet farefisin me armë të prumë të varros. Në qofë se thuti, ama jo musmani për kërkan, së bëk si njeri, në fejtën me këshyrë për krejt, për ata feja e preferon me u varros aty ku ka vdek. Po, a ban, me gjithat, ban musliman. Si të mos në kohën e sotit, kur transporti është lehtësu shumë, format e ruajtjes gjenazës janë lehtësu shumë, ban, nuk ka kur fart keqe. Ka raste kur sahabët kanë lanë me fjalë prej atjet me pru me varros në Medinë. E kanë pru e kanë varros në Medinë. Mirë po është edhe ana tjetër. Vllavi Aishës, radiallahu anha, ka lanë me fjalë me marrë gjenazën e tina prej një vendit me qumë një vend tjetër me varros. Ka thonë Aisha, radiallahu anha, si kur t'isha kanë prezent, e kësha varros aty ku ka vdek. Do më thonë është më mirë më varros aty ku ka vdek. Mirë po ban. Sidomos në qofë se kanë lanë me fjalë. E shumë për njerëzve e lanë me fjalë, ose e lanë me isharete, ose e një babën, e një nanën, e dingu ka që mu varros, edhe të një qanë e varros. Nuk ka të keqe të më thënë me marë, me qu. Kur nuk ban, kështu rrallë, ka raste mirë, po pëthojna, kur njeri ka qef me qu që aty të qaj veni, por shkak se që aty, Allah në rujtë, më lidhe njerëzit e si në teqe, ke po? Atëherë të një, nëse e lënë me fjalë, edhe në qofë se lënë me fjalë nuk qohet në vend amaneti tina. Por në ryshe e qanë, në qofë se kalon me fjalë, me sharete, po edhe hisë se kalon, mirë po të e një e nonën tanë, një babën tanë, e një e dim ku ka që mu varros. Da bëshe, të shtone, kur të shohen familjarët e mi, e din ku kanë qef mu varros. Me gjithat, në qofë se në zemër e ka në ryshe, për shembull baba e din që unë e kam qef që atje mu varros. Mirë po pjo thamë qëto, për mos më vështërsu, as mu e si gjenaze, as juve po du më varros qëto, atëre lihet ana shefi tina dhe varroset ku e kalon me fjallë, se ka zënë që dija tina e ka mujt qefin e tina, zemës tina. Kjo është cilësia muslimane, nuk kjo kuptohet që të një do të më varros aty ku të rem për shkak se ashtu kështu është më hajrë. Për shembull, njani është të jetu në qytet, edhe janë varrezat e qytetit, mirë pa i ka thonë varros në qytet. Pse më qunë ka thonë? Nuk ka nevojë me më qunë. E një e fejnë, e din varros në qëto. To ka Allahot krejt, atëre e varros atë. Mirë po në qofë se thotë më shatë qënëm, e qënë më shatë. Ose prej Evropës qënëm, e qënë, nuk ka problem. Na po folëm, cila është me e mirë. Po bëse që ke e qartë, e lusëm Allahun Azugjel, me na mundësu me vdekjet muslimanve, lusëm Allahun Azugjel me na mundësu me vdek me la ilaha illallah, edhe njerë po thamë, Allahu Azugjel u alisofë si cilit i cili vdes, Allahu Azugjel u alisofë të jeni moftë të thamë.